Hajde! Ku je ujtë? Ua, më shiko do lo... Ishim njeri mirë vjen kur e thres. Eja. Suksese, do të nxjerr prapë. Si kalove? U qetësove. Edhe ty. Jemi të anën. Ja, s'do dalësh ti ama. U qetësove. Nominimi. E mirë. Aman. E sigur. Alba, veç pak. No, kjo s'duhet të hyrë. Shpërtim me shumë që Deli i pare. Se mora është? Ja, u trëmën ta ikën. Ullë që kullë. Ama, po pësëm rika qafe të rikë për e dhëmë dhe të qanë. Oke. Që kisha të shpërtim është? Që kisha të Del pides. Kujtes mikrofonin. Ka daj, avash. shpërtim? Unë, se kam bullizu me një monetat vesh. Ajta. Ma titani, ma. Vetëm pak, dua t'ja shoh ty. Po se duhet ta marri ky skenën që të... Ndër motorë Benita. Është ardhur Benita. Po, sa vjen? Po, okej, merr me Beninën. Çdo gjë do ta shfrytëzoj. Mos e thot njërë, pastaj Jo, Klodi mos gaba. se do bëj një muhabet me Hygerë të më pak. Okej, po dhe mua të bësh, pse? A ti sa më di keq për ty mbrëm? Hin foto, mos E lasin. kanë marrë vesh? Ha? E kanë marrë vesh, jo? Kush? Banor, ti jo. Ja, jo, s'di. Dhe mos e marrë vesh. A, është jote? Jo, është imja, më i pse të marrë në. Për ndryshe Alba, Nuk Ky e kam parfum është shumë i bullizu mirë. me asnjë moment unë atë vajzë, përkundrazi. Kur ajo që ditën e më parë më ka hedhë mu pyetje me intrigë, i kam thënë nuk është e vërtet, sepse arsyeja është kështu, normal si njeri me qeta. Po Pas ka Lira punë. atë, mos u merr me atë, ti atë shpërthim pas dje, ka punë që tash kishe? diku pra. Po kjo Nga ka se më doli. duk sikur merr, Ti e di sikur ku e je kam bullizu foto? unë atë vajzë. Në qoftë se Tash do të dëgjosh apo? unë të dëgjoj, po edhe ti duhet të dëgjosh nga pa. Alba, Se me gjithë respektin, E kuptoj, po. Alba, me gjithë respektin, Pse u ktheve? atë them sinqerisht, se jo jam shumë i sinqert. Dhe madje ka pas vet ajo, E ka personalisht. pak, ja, kush ja zharrit. Raste, minimalisht, që ma ka thënë si me turp, si me shpejt, je shumë e mirë, ka ik, pasaj kur ka ardhë prap, direkt thënë, unë po të shofë ty shumë negative, ti je shumë zhërmuse. Atë në që ditëm dhe ja kam bë pytjen. Eliona, po. O, nuk dini që ka me bo, o, vaj. Po më O, thu që jam e vetë duhet kam mirë, nevojë me ikën, pasaj do me direkt reflektu. jam e keqe, pasaj Do vi prap e thonë. mirë, prap e keqe, Do pse? reflektojmë Ema, bashkë. të një gjë nëse kjo s'do... Përse i the me dritë brenda ditës, çfarë është kjo lëvizje? Edhe këtu kur ishin të dyja me Benitën, i dëgjova, ju dash mesazhin sensibilizues, ta u preka shumë urën qeta, sa ta urën qeta direkt e pastaj po iki unë këtu se ju dash shumë kohë, do iki unë vazhdoj. Dhe me thënë, unë s'pe kuptoj këtë njeri tani, çdo kush ka hallet e veta, gjërat e veta, vështirësitë e veta në jetë. Unë u preka me momenti se në asnjë moment nuk e kam bullizu, ajo loja me jastik, unë e di. Unë e disa për qejf, okej, nuk ishte momenti i duhur. Do me thënë nuk po kontrolloje veten. Më kupton, ishte si një fëmijë 3 vjeçar që nuk po e kontrollonte veten dhe fëmia 3 vjeçar duke mos e ditur atë peshën e veprimit vet, ta merr edhe, ku dëgjon, gotën edhe ta plas kokës. Po ja, se unë s'jam budale në atë lloj pike, unë thjesht loj me jastik si lujm në Po, përshpi, po, ajo një për një cep gjë. plastiku me të rënë në sy, për shembull, ai zinxhiri. Ke parasysh zinxhiri që hiqet ajo që ngec te cepi, me të rënë ai në sy, të çon syrin për shembull për dhem qenie, më kupton? Se është si fëmia dhe ti Jo, mirë e ke fiksi një për zot. fëmijë po sillesh, një fëmijë që po kënaqej, po nuk e kontrollonte çfarë po bënte. O, tash gacmoj në njëri kush pa kthej loj me jastik e s'po kthej të hiqet asnjë. pjesën e Elionës, fa nuk po flas për atë. Dje, ti, u duk sikur e ke bullizuar, si zonjë, ullur aty, e sqaroje që se kishe bullizuar, ke për këtë, ke për këtë, ke për këtë. Shpërthimi jot nuk ishte normal. Po, pra, po 7 ditë pa gjumë, plus preset ata të vim, plus edhe pa buk, pa ngrëm, pa pi, prap pa gjumë, prap java e parë, nuk e di, u çudita do me vetën tim nga njëra. Na ke habit, ti e di që unë ti them gjërat llaç në sy Edhe dhe nuk të mbaj gjë. se kisha. Po edhe ato se kisha, edhe në mes të prajmit më jep një stiqen se e kam emocionale, kupton? Do të thënë, delirove fare, shkove nuk e di, në ekstra. Na ke habit fare. Nuk e di, u çudita do me vetën time. Rrallë herë më do këtë gjë. Sa ke ullëritur këtu mrapa, pëste? E di sa ke ullëritur këtu mrapa? Mirë, kjo ishte pasaj disa bisedime që i bëm të dhoma rofimit, po u çudita me vetë, ndodh, një herë vit më ndodh kjo lloj situate, nuk do të gënjej të bëj kështu si
Ndodh një herë shpërthej, një herë në vit, shembull. Mund ndodh edhe një herë në 2-3 vite. Po e di që një herë në vit e kam, kështu Te që ke vetëm me shpërthej. fjalë? Je. Me vepër. Qa të bëj unë viti kap ti rafta shi gjithë me rafta. Ti po, se kur ke shpërthime nuk e kontrollon veten, diu. Jo, Çfarë unë të duket shpërtimin e kam vetëm me interesante? raftë. Ja, keni për ta pa, nuk jam unë edhe unë shme fizike. Shpërtimin e kam vetëm me Edhe fjalë. hyrja që bëre ti me Benitën ishte shumë e gabuar. Cila hyrje? Hyrje që erdhe me vonesë edhe që po rrije në këmbë, po bëje si primadona. Ishte Unë i mungesë thash- respekti ndaj gjithë nesh. Jo, unë dola nga tualeti. Nga aty. Jo, po s'më vjen Dola vjen me nga vrap. tualeti. Ulesh te koltuku, thuam fal që erdha me vonesë, mund të rishte në qendër aty edhe se po neve se jemi bërye. Se Po jo, mungesë unë e bëm respekti për për gjithë tjerë që ishim ngacmim. gati Po të unë e përrinim. thash, e bëra për ngacmim, jo se për mendjematësi. Po, nuk Tani e dëgjove pjesën tjetër. Nuk ishte korrekte po them. Përshëndetje. O drit, edhe hyrjat e prajmi, kur hyrëm ashtu, se Benita qëndroi, unë që te tualeti kur isha, bia të Mos lutem. tregoj gjë bia. Bia mos tregoj gjë. Mos tregoj gjë. Hape deri me gadal, jo me shumë. Non dire niente. S'ka mikrofon pa sharot. Okej. Okej. Unë kur isha te tualeti që po më trokiste i tha shko uluni juve, mos më prisni mu se unë thjesht do vi shpejt e kupton? Unë po vishesha shpejt aty, se po vishesha vetë me zinxhire, me gjëra, me këtë madh. Kur dola unë e pash i thash po pse s'ke shku, jo se të prit aty, po s'ka gjë shkoje se vim me shpejt, e din? Okej, shkum pra aty, ishte duke u fol reklama. Madha idenë që prit presim e pak mbaroj reklama, thash, që fjala për kështu për me bëj interesante, thash, okej, e bëjmë ashtu, sa për ngacmim, jo se unë jam vetë personalisht mendje madhe, e kupton? Edhe aty kur erdhëm pasi tham kështu, u ktheva, thash, sa për ngacmim, sa për intrik me qeshme dhe ula, se unë nuk e du mendje madhësim, beso as nuk e vuj. Në këmbë të dyja tani dhe ajo ishte Pa, me disa- protagonizëm absolut. Më fal, kam probleme Nuk është shumë një e madh. nuk prish punë. Është mungesë korrektësie. Lutem, ka nevojë Ti dhe Benita O, ishit, Bia. të lutem Bia, se po flasim diçka No. serioze. Me të rëndësi. lutem, se- Eczema. Non parlavo con voi. Po mirë, gjej një kamerë tjetër. No, non ndoshta. funziona, sono venuta qui per stare da sola. Ah, ok. Non parlavo con voi. Ok. Ho lasciato. Non Ed queste è- cose qua, quando ho bisogno di dottori, che non ho chiesto, voglio i trucchi. O bia, po flisnim diçka, se kemi shumë respekt për ty, Ok, po... kamer. Unë tha, per doktor zemër. Jo për make-upin. Bia, Oh, mi fa male. Cosa volete? Okej, okej. Volete che më vado dëgjoj fuori? pak, do më dëgjosh pak? Ja Khalifa, kujdes mikrofoni. Kujdes il microfono. Perché sto parlando in italiano. Do të rishte dhoma rrëfimi dhe kamerat e dhoma rrëfimit kap për të Po? fut për të dhoma rrëfimit. Aha, faleminderit. Unë e di